Viti i ri në Shqipëri nis në një kohë kur në prag të vitit Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajsin e tij. Rama u zotue se ai nuk do pranoi vendimet e prokurorisë dhe të gjykatave për rrethën e tij familjar, për atë dhe ministrat e tij. Në këtë kontekst mbetet pra vetëm zëri i opozicës, po shkohet drejt një grushti të plot shteti, ku pushteti ekzekutiv paralizon dhe merr të gjithë pushtetin e pushtetit gjyqësor. Atër fjalën e ka populli dhe vetëm populli. Ndaj dhe ne, kjo situatë na fton dhe nuk na gjen as pak të pa përgatitur. 22 dhjetori provoi se ku ishim ne dhe ku jemi ne, ku qëndrojmë ne si opozicë, si Parti Demokratike në këtë situatë. Qëndroj se vërtet ne jemi një shumicë politike në Shqipëri të gatshëm për të përballë me Edi Ramën në një betejë përfundimtare për rikthim në votës lirë. Të gjitha dhënat janë se Edi Rama nuk do të pranojë verdiktin e organeve të drejtësisë. Në këtë mënyrë, de facto, merr dhe ata pak pushtet që i kishte ngelur i pavarur në këtë sistem. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Ne sa herë kemi përdor këtë moto kur janë kërcënuar për vdekje liri tona. Ka ndodhur kjo në 98, 99, ne kemi triumfuar. Ka ndodhur në 91, ne kemi triumfuar. Po ndodh tani në mënyrën më të pa imagjinueshme, pas 35 vitesh pluralizëm, dhe ne do fitojmë. Të betohemi ne për misionin ton të ri, largimin e Ramaduros nga pushteti, zgjedhjet e lira, opozita në pushtet. Rilindja është e vdekur në vdekje klinike,